Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Demokratët votuan për të rikonfirmuar në drejtimin e partisë kryetarin aktual Sali Berisha. Rezultati i zgjedhjeve pritet të shpallet në orët në vijim. Bordi i Transparencës vendos të ulë sërish çmimin e karburanteve në pikat e tregtimit me pakicë, nafta dhe benzina nga kjo e shtunë do të kushtojnë më lirë. Diplomat e universiteteve po shiten në rëndomt në faqet online. Studentët pranojnë se ofertat variojnë nga 180 deri në 250 euro në varësi të programeve të studimit. Henry mbylli rrugtimin në Ferm, publiku vendos të mbajë në garë Blerinën, pasi sfida nuk nxori fitues, Agaj çoi të gjithë konkurrentët përveç Sonit në televotim. Vjojmë gjërësisht me lajme. Demokratët në të gjithë vendin votuan këtë të shtunë për të rikonfirmuar në krye të partisë së tyre Sali Berishën. Në zgjedhje nuk ishte kandidat përballë kreut aktual të PD, pasi Ervin Saliani, që kishte shprehur ambicien për të garuar, u përjashtua. Demokratët votuan sot për t'i dhënë një mandat të ri në krye të Partisë Demokratike liderit historik Sali Berishës. Sali Berisha ishte i vetmi kandidat në fletën e votimit, ndaj PD e ka cilësuar procesin një referendum për konfirmimin e tij dhe vetë Berisha përsëriti se ky është një proces demokratik. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Partia Demokratike përjashtoi nga kjo garë ata kandidat që kërkuan të dalin përballë Sali Berishës, mes të cilëve edhe ish deputetin Ervin Saliani. Sipas Berishës, Saliani nuk mund të jetë pjesë e PD-s dhe e garës, duke akuzuar për lidhje me krimin. Përfaqësues të botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Sali Berisha është zgjedhur për herë të parë kryetari i Partisë Demokratike në vitin 1991 dhe për më shumë se 3 dekada ai ka dominuar Partinë Demokratike. Ai u rikthye në krye të PD-s në vitin 2022, pasi shkarkoi kryetarin Lulzim Basha, i cili vendosi përjashtimin e tij nga grupi parlamentar për shkak të shpalljes non grata. Një nga premtimet kryesore të lëvizjes që riktheu Berishën në krye të PD-s ishte vendosja në statut e detyrimit që ka kryetari i partisë kur humbet zgjedhjet të jap dorëheqjen dhe nuk ka të drejtë të rikandidojë. Por Sali Berisha vendosi të mos e zbatojë këtë nen të statutit, pasi sipas tij zgjedhjet e 2025-s ishin farsë elektorale. Deputeti demokrat Ervin Saliani reagoi në rrjetet sociale për procesin e votimit në Partinë Demokratike dhe akuzat e kryetarit Sali Berisha ndaj tij. Sipas Saliani, demokratët e bojkotuan Berishën pasi pjesëmarrja në zgjedhjet e kësaj të shtune ishte ulët dhe procesi u shndrua në simbolin e votimit pagar. Frika nga gara të çojë në uzurpimin e Partisë Demokratike dhe në aleancë të hapur me Ramën për të forcuar regjimin Rama-Berisha. Demokratët nuk ta pranojnë me modelin e partisë private ku votohet pas zgjedhje dhe përjashtohet kush mendon ndryshe, shkroi në një postim në rrjetet sociale Ervin Saliani. Ish deputeti i Partisë Demokratike publikoi edhe disa flet votimi ku demokratët shkruan emrin e tij. Çmimi i naftës dhe i benzinës pësuan një tjetër ulje këtë të shtunë. Bordi i Transparencës vendosi që 1 litër nafte të mos tregtohet më shumë se 195 lek nga 197 lek që ishte. Pra, nafta në pikat e karburanteve do të kushtoj 2 lek më lirë deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa çmimi i benzinës nga ana tjetër ul me 4 lek duke u tregtuar me 182 lek për litër. Bordi i Transparencës rikujton operatorët se nëse kapen në shkelje do të pezullohet aktiviteti.
Pas takimit të zhvilluar në Sarand nga Ministri i Brendshëm Besford Lamallari për problematikat dhe zaptimin e hapësirave publike, ka nisur tani lëvizja e parë në strukturat përgjegjëse. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të IKMT-s Vlorë, Elton Casli, është larguar nga detyra. Mësohet se Casli ka dhënë ndërheqjen pas nisjes së procedurës për marrjen e masave administrative nga IKMT qendrore për shkak të mos ushtrimit të detyrës funksionale me pasoja në territor. Ndërkohë është iniciuar procedurë disiplinore dhe për përgjegjësinë e sektorit të inspektimit të territorit pranë Drejtorisë Rajonale të Vlorës, Gjovalin Hoxhaj. Është shuar në moshën 84 vjeçare aktori mirënjohur Birçe Hasko, një nga figurat më të spikatura të teatrit dhe filmit shqiptar, i cili për dekada me radhë la gjurmë në artin skenik. Lindur në Dukat të vitit 1942, Birçe Hasko nisi rrugtimin e tij fillimisht si mësues para se t'i përkushtojë aktrimit. Pas studimeve në Institutin e Lartë të Arteve, ai u bë pjesë e brezit të artistëve që formësuan identitetin e teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Kontributi i tij artistik mbetet i jashtëzakonshëm si në skenën teatrore, ashtu dhe në ekranin e madh. Hasko interpretoi 10 role në kinematografi, mes tyre Kur zbardhi një ditë, Radiostacioni, Skëter 43, Gurët e shtëpisime dhe Kronik provinciale. Përveç karrierës si aktor, Birçe Hasko dha një ndikim të madh edhe si pedagog në Akademinë e Arteve, ku për dekada formoi breza të tërë aktorësh shqiptar. Për kontributin e tij ai u nderua me titull artisti merituar dhe mjeshtër i madh. Çe flasë kështu këta morbir. Janë të huaj që tjera zakon. Shfaqja e disa vatrave të murtajës së Bagative ka detyruar specialistët e shërbimit veterinar të dalin në terren. Ata kanë ushtruar kontrolle veçanërisht në zonat ku tregtohen kafshët. Veterinarët u kanë bërë thirrje fermerëve të raportojnë për çdo shenjë të sëmundjeve. Shërbimi veterinar në Lezhë, mbështetur edhe nga policia e shtetit, po vijon kontrollet në akset rrugore në mënyrë që të mbahet në monitorim tregtimi kafshëve, të cilat mund të preken nga murtaja. Dedrama, përgjegjësi e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve në Lezhë, thotë se po kryen kontrolle në aksin Laç-Lezhë-Shkodër në mënyrë që të mos përhapet sëmundja në këto zona. Duhet na mirë kuptojmë fermerët, sepse normalisht dihet që është një situatë jo e mirë për ekonominë dhe për të ardhurat e tyre, por ne këto masa i marrim në të mirë të shtetit kafshë, në të mirë të ekonomisë tyre dhe në mos përhapjen e smundjes në qarkun tonë. Shërbimi veterinar u bëri apel fermerëve që të mos bëjnë lëvizje të paautorizuara dhe qytetarët të tregohen të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe, kryesisht në tregun e Milotit. Deri tani ka rezultuar që është zonë e pastër dhe nuk kemi. Ju bëj thirrje fermerëve që mos të bëjnë lëvizje të paautorizuar të kafshëve dhe për çdo shfaqje të smundjes do thënë të raportojnë ke shërbimi veterinar. Fermerëve dhe mbarshtuesve të kafshëve të imta u bë thirrje të marrin masa parandaluese, të kufizojnë lëvizjet e kafshëve dhe të raportojnë çdo shenjë të dyshimt. Diplomat e universiteteve po shiten online, ndërsa studentët paguajnë deri në 250 euro për punim. Fatkeqësisht këtë rrugë zgjedhin edhe të rinjt me mesatare të lartë. Vetë studentët pranojnë se ndeshen plot faqe online që bëjnë oferta me çmime përkatëse në varësi të programit të studimit. Në kohën kur gjithçka blihet online, edhe tema e diplomës është vetëm një klik larg, me paketa të sigurta suksesi. Çdo ditë më shumë reklamat poshtohen në rrjetet sociale me çmime që variojnë nga 180 deri në 250 euro, sipas degës apo nivelit të studimit. Studentët përballë afateve dhe presionit për rezultate shpesh joshen nga këto oferta. Janë dhe këto faqet online që nuk e di se si reklamohen në mënyrë kaq të hapur, që bëjmë tema diplome, shesim tema diplome. Kjo pastaj kjo është një hyrë në kufit e tragjikomizmit. Sepse është tragjike për faktin që një student katandiset ka mësuar 5 vite me radhë, ka shtrydhur trut për të marrë një 9.5 apo një 10, dhe pastaj shkon dhe blen temën e diplomës. Prodhojnë njerëz që nuk e kanë një aftësi të menduarit apo dhe të menduarit kritik, se në fundit universiteti këtë qëllim ka. Edhe studentët pohojnë se hasin çdo ditë faqe të tilla në rrjetet sociale, ndërsa cilësojnë fenomenin si të padrejtë. Ka shumë faqe që shesin diploma online. Është shumë e padrejtë në radhë parë, edhe po kam dëgjuar
jo eksaktësisht e universiteti jonë, po që është fenomen që ndodh. Mendoj se i dëmton shumë dhe në fakt edhe studentit që lodhen të mësojnë shumë për të fituar këto dëftesat me zotësi, sikur ju ulet edhe motivimi. Mendoj se s'është drejt që diplomat shiten online, ato duhet bëhen vetë nga studentët. Për ekspertin e arsimit, përgjegjësia bie mbi pedagogun udhëheqës, i cili njeh kapacitetin e studentit dhe mund të dallojë lehtësisht nëse një punim është realizuar nga vetë ai apo është i blerë. Pedagogu udhëheqës ka përgjegjësinë më kryesore. Ai ka gjithë barrën e provës, që është kjo diplomë e saktë apo nuk është e saktë. Një student që bën një temë që unë e kam dhënë në leksion, unë i njoh dhe kapacitetet atij studenti. Unë di dhe mënyrën se si ai shprehet, unë di dhe mënyrën se si ai artikulohet, se si e bën analizën. Edhe pse neni 73 i ligjit për arsimin e lartë nënvizon se universitetet përcaktojnë pragun e notës mesatare që jep të drejtë studentit të diplomohet duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome, Zhapa i thotë se nuk përjashton mundësinë që edhe student me rezultate të larta të kërkojnë këto rrugë të shkurtra. Henry ishte i eliminuar i mbrëmjes së të premtes në fermën e VIP-ave, ai humbi në televotimin kok më kok me Blerinën, të cilën publiku vendosi ta mbajë ende në garë. Nata e 17 të spektaklit më të ndjekur Ferma VIP 3 solli një tjetër mbrëmje të mbushur me emocione të forta, tensione, surpriza dhe zhvillime që pritet të ndikojnë ndjeshëm në rrjedhën e lojës drejt finales së madhe. Prime nisi me energji pozitive ku fermerët finalizuan sfidën e imitimeve, një provë që solli të qeshura pafund si në ferm ashtu edhe në studio. Mes performancave dhe batutave, ishte Visja i që arriti të fitonte sfidën duke rrëmbyer vlerësimin maksimal. Ashtu si edhe publiku? Por atmosfera festive nuk zgjati shumë, pasi fokusi i mbrëmjes kaloi menjëherë tek televotimi kok më kok mes Henrit dhe Blerinës. Pas ditësh të mbushura me strategji, debate dhe tensione të forta në ferm, rezultati i televotimit vullosi fatin e Henrit. Me shumicë votash të publikut, ai ndërpreu rrugëtimin në Ferma VIP 3. Henry! Pak para largimit, spektakli rezervoi një nga momentet më emocionale të mbrëmjes. Henry u surprizua nga nëna dhe dy vëllezrit, ndërsa përmes një video mesazhi erdhi edhe mbështetja e babait të tij. Fermeri rrëfeu plagën që divorci i prindërve i ka lënë në jetë, duke treguar se një nga dëshirat më të mëdha mbetet rikthimi, qoftë edhe për një darkë të vetme i gjithë familjes së bashku. Unë jetoj me shpresë dhe besoj se një ditë do e gjej një zgjidhje, sidoqoftë ajo. Ndërkohë tensionet mes Blerinës dhe Bujakës vijuan të dominonin debatet e kësaj mbrëmje. Përplasjet mes tyre kanë kaluar në tone të ashpra me akuza dhe ofendime të ndërsjella. Po ti flet mua fake? Unë fake? Ma fake se krejt këtu, po, se ti qashtu je. Po duket që nuk e një sy të qartë për një analizë. Një tjetër histori që mori vëmendje gjatë mbrëmjes ishte dinamika mes Intrit, Vanesës dhe Klevisës. Pas largimit të Vanesës dhe hyrjes së Klevisës në fermë, marrëdhëniet mes fermerëve duket se kanë ndryshuar ndjeshëm. Intri, i cili kishte krijuar një afrimitet të dukshëm me Vanesën, surprizoi të gjithë kur kërkoi të shkruante një letër për të. Në mungesë të Vanesës dhe për transparencë të publikut, moderatorja Arbana Osmani së bashku me Indrin vendosën që letra të lexohet të hënën në pranitë të Vanesës. Mund ta presë edhe të hënën, po. Mund ta presësh të hënën. Po, absolutisht. Në fund të mbrëmjes erdhi edhe një tjetër vendim i rëndësishëm për lojën. Të gjithë fermerët, përveç Sonit që mban rolin e kryefermeres, pas sfidës së vendosur nga Gai, e cila nuk pati asnjë fitues, çoi automatikisht në nominim deri të hënën 12 fermerët. Tashmë publiku do të ketë sërish në dorë fatin e tyre, duke shpëtuar të preferuarin, ndërsa më pak të votuarit do të përballen në një tjetër sfidë vendimtare në garë. Divjega ishte ndalesa e parë e vajzave që marrin pjesë në spektaklin e bukurisë Miss Shqipëria 2026. Aktiviteti përkoi me çeljen e sezonit turistik ku nuk munguan vallet edhe këngët tradicionale të zonës, por edhe performancat e artistëve më të njohur të skenës. Miss Shqipëria 2026 ka nisur zyrtarisht turin e saj tradicional në qytetet turistike të Shqipërisë. Një
traditë që prej 28 vitesh e ka kthyer këtë format në një nga promovuesit më të rëndësishëm të turizmit, historisë dhe vlerave shqiptare përmes bukurisë dhe kulturës. Destinacioni i parë i këtij edicioni ishte Divjaka, një nga vendet më të dashura për regjisorin dhe producentin Petri Bozo, i lidhur ngushtë edhe me rrënjët e prejardhjes së tij. Në bashkëpunim me Bashkinë e Divjakës, stafi i Miss Shqipëria organizoi edhe çeljen zyrtare të sezonit turistik në këtë zonë e konsideruar ndër destinacionet më atraktive të vendit. Natyra, qetësia, pylli dhe deti së bashku me faunën e jashtëzakonshme të shpendëve dhe simbolikën e pelikanit kaçurel tërheqin mijëra vizitor gjatë gjithë vitit. Ne jemi në Divjak, në hapjen e sezonit, po kënaqemi shumë, është një atmosferë shumë pozitive. Për mua është ere parë që vi në Divjak nga që jetoj dhe jashtë. Jam shumë emocionuar, edhe pak frikë këtu në këtë barkën ku jemi të gjitha bashkë. Jam shumë e lumtur që sot me vajzat e Miss Shqipërisë vizituam vendlindjen time Divjak dhe shpresoj që ta kenë shijuar bukurinë natyrore që ky vend ofron. Në aktivitet morën pjesë personalitetet të shumta të jetës publike dhe politike, mes tyre edhe drejtuesja politike e qarkut Belinda Balluku, e shoqëruar nga deputet dhe përfaqësues të tjerë institucional. Mbrëmja u shoqërua me ritme të muzikës popullore muzikare, valle tradicionale dhe performancat e artistëve të njohur Davis Xherahu dhe Eranda Libohova. Ndërkohë vajzat konkurrente zhvilluan daljen e tyre të parë skenike, duke sfiluar dhe kërkuar mbështetjen e publikut deri në natën finale që do të mbahet më 6 qershor në Odeonin e Pogradecit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.